A bëjmë një shpjegim për gjithë ata të cilët po na ndjekin, ndërkohë nëse mundet edhe regjia të më ndihmojë, ta kem postimin pas meje në LED në mënyrë që ndoshta mund komentojmë diçka nga deklarata që ka bërë zoti Rama në mënyrë publike. Arber, mund ta nisim së bashku, çfarë nënkupton, çfarë kuptohet nga kjo? Çfarë roli dhe çfarë ndryshon për Shqipërinë duke qenë vend antar? Kjo është fillimisht duhet sqaruar çfarë është ky organizëm i ri, është organizëm i cili vjen padyshim me ndërmjetësimin, me rolin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka të bëjë me fazën e dytë që do jetë për situatën në rripin e Gazës, faza e dytë që do thotë rindërtimi, ka të bëjë me krijimin e korridorëve për futjen e materialeve, të ndërtimit, për krijimin e monitorimit, të asaj qeverie që do jetë një qeveri teknokratësh, të pak nga ajo që thuhet. Për Shqipërinë është një zhvillim pozitiv. Pra kjo është shkurtimisht ajo që mund të thuhet se çfarë është ky mekanizëm i ri. Takimi i radhës do jetë në Davos, në Zvicër, brenda këtij muaji. Është një njoftim që ka ardhur nga vetë presidenca amerikane, nga zoti Trump, i cili e ka patur një sfidë personale duke theksuar situatën në Gaza dhe gjetjen e një zgjidhje, pavarësisht se ndërmjetësoi shumë, nuk ka një zgjidhje përfundimtare, por kjo mendohet që mund të jetë hapi drejt një zgjidhje përfundimtare, hapi i rëndësishëm. Ka qenë presidenti Trump i cili ka negociuar fort mes palëve për të patur një armë pushim, që u arrit, edhe pse pati një kosto shumë të madhe në njerëz, duhet theksuar kjo, në civil, pra situata në Gaza ka qenë katastrofale. Dhe kthehemi te Shqipëria. Kjo është shkurtimisht ajo që mund të them për atë që është ky bord për rindërtimin e Gazës. Është një lajm pozitiv. Ka të bëjë shumë, është një vlerësim fillimisht do të quaja unë për diplomacinë shqiptare, pra nuk do t'i vë emër. Pra nuk është një vlerësim që shkon për një ministër, për një kryeministër, për një president. Pra ky është një vlerësim i cili shkon në thelb për diplomacinë shqiptare, një qëndrim luajal, një qëndrim që në krye të herës që ka qenë për dy shtete, zgjidhjen e situatës në rripin e Gazës me dy shtete, shtetit palestinez dhe patjetër shteti Izrael që ekziston. Dhe ka të bëjë me një qasje që Shqipëria ka patur shumë pozitiviste edhe me Izraelin. Pra ne kemi një raport shumë mirë me shtetin e Izraelit dhe padyshim unë besoj që ka patur një lloj ndoshta një lobimi edhe nga shteti i Izraelit që Shqipëria të jetë pjesë, duke qenë që jemi në një vend musliman dhe jemi në të paktat vende muslimane në botë, do të theksuar kjo, me shumicë muslimane që kemi një qasje shumë pozitive me shtetin e Izraelit. Përveç Shqipërisë, shtet tjetër me rëndësi, po flas që është pjesë e NATO-s, ka të bëjë edhe Mbretëria e Bashkuar, është edhe Turqia, dhe ministri sa jashtëm Hakan Fidan, i cili do jetë pjesë edhe ai e këtij takimi të rëndësishëm. Për mua është një lajm pozitiv, nuk shikoj asnjë negative, edhe pse duhet theksuar që në 40 miliard dollar që llogaritet pjesa e investimit për Gazën, unë nuk e di, Shqipëria ka mundësi të japi dot kontribut financiar, por gjithsesi kontribut mund të japi në mënyra të tjera, në mënyrë diplomatike, sepse, siç e thash, është një vend i cili është larg interesave direkte, pra nuk ka mbajtur një anë të qartë në favor të njërës palë ose të palës tjetër. Jemi të ato vende duhet theksuar dhe kjo që ne njohim autoritetin palestinez, pra njohim Palestinën, kemi ambasadë të Palestinës në Shqipëri, pra njohim si shtet, është një marrëveshje që është bërë para viteve 90, dhe ndoshta këto kanë qenë ato element që kanë ndikuar. Nuk di të them e ka zgjedhur në mënyrë direkte zoti Trump sepse e njeh atë, njeh këtë, por padyshim në tryezën e tavolinës kur i kanë vënë dosje të ndryshme